Edhe... Roeli është të rritë, mashallah, ma ka ndryshu shumë jetën. Është një fëmijë shumë i urtë, edhe në çdo çast, të më thonë, ku shkoj unë, çdo çast e mendoj atë, edhe them o Zot Shiqir që ma ke falë këtë dritë, këtë engjëll të vogël. Na ka ndryshu edhe me Selvën, normal, ato raportet, thehet e monotonia e të ndejturit vetë, më thonë. Tua me vete si kur ke edhe një shpirt tjetër, kur e shoh. Fëmija është emocioni pa me shkune për dasma e mbrëmje muzikore. Ndoshta ai fillimi mbasi që ka ardhur në jetë djale, a ke ndjej atë mungesën që më qenë pranë Selvës? E kam ndjej shumë mungesën, sidomos në këtë verë. E kam ndjej sepse kisha çdo natë mbrëmje. Edhe sot që kam mbrëmje, e ndjej mungesën. Jam mësuar non stop me djalin, sepse kur më shef mu qesh dhe njëre dhe Selva gjelozon. O, thot si qesh, thot ty, pse se më qesh mu? Kujt i kanë gjak kështu fizikisht në aparat? Të dyve na kanë gjak pak, është një mix i interesant. Tash planet për një fëmijë të dytë? Njerë pausë. Njerë pausë sepse fëmija do më përkushtim shumë edhe Selva vërtet lodhet me djalin. Njëkohësisht edhe kënaqemi, shëtisim. Edhe kjo është një ndjenje pa parë. Një ndjenje nuk paguhet me asgjë. E vërtet, po tregom pak për planet muzikore, tash e tut jemi në periudhën e parafestave të fundvitit, që e dim që përgatitjet për xhirimet. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë bashk, është koha për intervistën qendrore, por fillimisht po du me i falenderu bashkëpunëtorët tanë që janë bëho këtu ku gjendemi çdo javë kur realizojmë intervistën, e gjithashtu edhe Catch dyqanin për veshjet e mia, edhe Uptown Shop, të cilin e gjeni në Instagram, ku ka shumë lëshmëri të patikave. Sot e kam një musafir shumë special nga Maqedonia, ku kemi folë për shumë projekte, për jetën familjare dhe gjithë shka tjetër. Me mua sot në studio është Shpat Kasapi. Përshëndetje Shpat. Përshëndetje Butrin, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që je sot në studio. Tregom, sot jemi në Prishtinë, çka të pruni sot në Prishtinë? Po ftesa jote e para, i përshëndes gjithë teleshikuesit e T7 dhe emisionit tënd Mirash. Besoj t'ju ecë mbarë dhe sukseset në të tjeshme. Faleminderit shumë. E kom pa që ki ka gjenë mbrëmje muzikore këtu kohën e fundit, madje sot dje edhe për mbrëmje muzikore në Prishtinë. Tregom qysh po ecë kjo puna e mbrëmjeve kohët e fundit, se e di që pandemia ju ka dëmtu kogja shumë. Po shqyqirë më pandemia kaloi, edhe besoj që është më një teme e pa diskutume shqyqirë. Ka kalu mirë vera, shumë angazhume, shumë darsma, shumë mbrëmje. Vera si që dijet normal, në vende bregdetare kanë bëjmë më shumë. Sonte jam Prishtinë me një klub, ku këndoj shpesh. Shqyqirë Zotit, kemi pas mbrëmje. Ne jemi një popull që edin ti e dum muzikën, i dum vlerat muzikore, kemi muzikën tonë autokton. Vitet e fundit ke këndu edhe në për dasma, tregojmë qysh është kjo ndjenja me këndu në dasma për dallim prej klubeve për shembull. Ndjenja e dasmave është më e veçantë sepse afrohesh më shumë me dasmorët. A që i e do me thonë me komplet dëshirën e dasmorit, sepse një herë e bën darsmën edhe ti e pjesëmarrës në darsmën e ti. Janë më të lodhshme, kuptohet, janë më të gjata. Në krahasim me mbrëmjet, me nejet që shithoni në Prishtinë. Nejet janë më të veçanta, ke ma shumë rini, ke hapësirë me folë me gjithë. Ku po këndon ma shumë, se e di që i ki krejt revat shqiptare ku? Po unë këndoj zakonisht në Greqinë, Itali, kryesisht më shumë, në Amerikë, Gjermani. Po në anën tjetër nuk ja ke lënë ka qas me projekte muzikore, me videoklipe, me këngë të reja? Këtë vit kam lançuar 3 videoklipe të reja, 2 duete dhe 1 vet. Pse ato duete? Po duetet i kishim këngë, një ka me Vlanin, edhe një ka me Kaltina Gosalcin, është një këngëtare e re, cila premton shumë. Ashtu në rastisi kishim projekte në dorë të mira dhe tham ti bëjmë duete. Në anën tjetër e di që pjesëmarrja e fundit në festival ka qenë në Kënga Magjike, nëse nuk gaboj? Po, ka kohë Kënga Magjike, po. Sa vite u bëj? Po zdi dikon 10 vite ndoshta. A ke mendu me u rikthy prap ndoshta? Nuk jam mundu Butrin sepse më kanë zhgënjur shumë ato pikët që jepen në fund. Është diçka sikur është lojë, e kupton, nuk është diçka reale. Edhe më shumë të jam zhgënjur nga kolegët e mi, nga ato që bëhen sikur janë profesorë të muzikës, bëhen sikur duan, në fund vlerësojnë me pak.
Unë e kuptoj që muzika është kritike, normal, nëse se këngën e mirë, po unë s'kam pasur arsye pse të vlerësohem aq pak edhe normal jam zhgënjur dhe s'kam marrë pjesë më. A ke pas Çdo gjë është e padrejtë është aty. A ke pas ndonjë mbetje konkrete me dikon prej kolegëve? Po nuk ja them emrin se s'ka nevojë. Sot shiki raportet me ta. Normal. Me thonë drejtën edhe nuk kom dalë shumë, nuk shoqënohem shumë me këngëtar kohëve të fundit, shoh punën time, jetën time. Shpat masi përmendë kolegët, e kena këtu një album me foto të kolegëve, edhe kime e hap edhe ku do që të bjenë me na komentu pak personin e fjallë, është ta bjenë dikush për atyre që s'ka votu edhe marrë vesh. Ti fillove me këto provokime tash. Pak, do të me të ngucë. Hajde çtu. Diva, Adelina Ismaili edhe Ariana ishte kjo? Ariana, po. Tregom pak për Adelinën, masi jeni kolegë në muzikë. Po dhe mas jemi kolegë se... Që shiki raportin me Adelinën? Shumë mirë, me Adelinën. Adelinën e kam përqerë dhe e kam admiru qysh i vogël. Normal, kur ka ardhur koncertet e para në Maqedoni, sidomos. Sepse në atë kohë ka qenë menaxher babai im i Elitës 5, edhe vinte Adelina. Kur e kishin duetin, kam gjuhë gjitha këngët e saj normalisht, sepse është një ditë. Duket një kohë keni pas do duete bashkë për një vitit 3 diçka? Jo, kemi qenë kështu, pjesëmarrës vitit 3. Do kolazhe duket, nuk e dija ke qenë te apo dikush tjetër. Jo, s'kom pas. Pastaj si njerë, edhe si njeri, si person është fenomenal, kemi pas... Mos e ke fjalën për turneun në Amerikë që kemi pas. Ndoshta që ajo po, nuk e di. kemi pas turne, si njeri është i mrekullueshëm, është shumë shoqëror. A ki kontakt sot do sa komunikoni? Kemi kontakt, biles duhet shkoj edhe në mision te Adelina, sepse më ka thirrë, po unë me angazhime kom qenë. Edhe s'kam koment, është diva. A të kalojmë një personazh tjetër? Hajde. Vish kaloj e kështu, mëse qatë vish tjetërën po ma largë. Ma largë, po e kalova mo. Hajde, po e kalova një ditë pre. Hajde. Hajde se mirë kesh këtu. Jo se di qka po qilin, sepse isha te qiljeta. Me qiljetën kemi marrëdhënie familore, njihemi që fëmijë, mund të them. Kemi pasur shumë turneja, shumë koncerte bashkë. Qili është një person që sa të shifesh me ta të hynë zemër. Është tipi i tillë. Çdo herë njep kritika të mira, o shpat sa bukur e vesh, sa bukur tri kjo, është shumë pozitive si njeri, është shumë e shoqërume, e dashur, s'di ca të më shumë. Muzikën e ka shumë të mirë. Duket të njëjtën kohë muzikën. Po gati se kemi filluar të njëjtën kohë me Qilin. Po, kemi marrë pjesë edhe te Dancing with the Stars, kemi një përvojë jashtëzakonisht madhe dhe njihemi shumë mirë. Të provojmë edhe dikën tjetër, shko ma ka fundi ndoshta. Të këshillon kush po të bjerë. Ajde! Don Fenomja, po? Është Ron Zaiti, artist i ri. Si e kanë? Ron Zaiti. Nuk e kisha qutë një të them drejta. Ndoshta pse se njoh nuk është i ri akoma prandaj. Shfletoj dikon tjetër në shtat bjen dikush prej kolegëve, ndoshta shkojmë për tërë Ron, po do njihemi. Këtu jemi okay. Majku. Edhe Sabri Fizullahu. Të komentoj për njerin. Cili ndush? Për Sabriun s'kom çka komentoj, është një legjend e gjallë, zotni Sabriu. I dashur me gjithë këngët hite, çdo këngë që e ka hit. Ta ha zemrën atij Sabriu, veç më shumë sa ti them. Majku ka një zë shumë veçantë që unë kam thënë në emisione të tjera. Majku unë admiroj për zërin që ka, sepse ka shumë veçantë dhe shumë specifik. Si djalë nuk kom ndejt shumë me Majkun, nuk e njoh shumë mirë. E pëlqej muzikën e tij. Është shumë origjinal në tingull që i përcjell edhe në emocionin që më jep në këngë, gjë që më intereson më shumë. Okej, të lajmë me kaq me kolegë, po du me ndalë te një pjesë tjetër që në fillimet e tua në vitet 2004-2005, ndoshta më saktë, e dinte më mirë, ajo koha kur ka dalë kënga Xhamio dhe shumë të tjera, mbaj mend që ka pas top lista që ke qenë çdo javë në vendin e parë. Edhe ato fillimet e tua kanë qenë kogja shpërthyese në karrierë. Qysh ka qenë për ty me përjetu gjithë qatë sukses edhe qatë famë në qatë moshë? Shumë vështirë ka qenë. Ka pasur raste kur s'ka mundë edhe gjumin ta bëj tamam, duke ardhur komplet klasa në shtëpi, duke mos me mujt ta bëj gjumin rahat.
Ka qenë vërtet një kohë nostalgjike e pa haruar. Ato kohëra nuk vinë më, gjëra që i kam përjetu unë, nuk vinë më. Kam qenë shumë i parahatshëm në atë kohë, më thonë nga fama e tepërt, nga bumi i tepërt që pa ta shpërthy. Tash jam shumë Ato rrit mendja në atë kohë, a ke fluturu kështu a... Jo se mu rrit mendja, po thjesht fakti që bëhesh i famshëm, i thu, çka ndodh mu, vetëm distancohesha nga njerëzit, se mu kam qenë si fëmijë shumë i dashur me gjithë, me komunikoja, nuk është se largohesha, po jo. Po thjesht e fama të lodhëm, vjen dikur, thu, ka dalë, qëtoj për vete pak. Edhe kjo periudhë ka zgjatë gjatë? Ka zgjatë shumë, më zhduk shumë. Shkoshim festivale, vire se mbajme bashkë me Blerën, Ermalin. Nuk na leshin dalim nga dera, shkoshim në hotel. Nuk mund të shkoshim toalet nga fansat. Kanë qenë kohë vërtet nostalgjike të shumë të veçanta. A ka pas xhelozi mes juve atëherë? Fare, s'ka pas, sepse gjithë ne kishim fansat, si me thonë, njëjtë, gjajshëm i kishim. Tash do kush kishte pak më shumë, po nuk lushin rol. Nëse 2 femra, 3 femra shkoshin fotografoshin me Ermalin, apo me Blerën, apo me mu, nuk lushin rol, sepse kishim shumë fansa. Ndërsa vitet e fundit, ke ndryshuar ndoshta edhe stilin e muzikës. Unë po. Pse ke ndryshuar? Unë kam bërë një zgjidhje të live, sepse shumica njerëzve fansat ndon kur këndoj live. Edhe normal, unë mendoj që nuk i ka hije një mashkullit këndoj playback. Kështu që ne duam muzikën tonë, kryesisht muzikën popullore. Plus i kombinoj me këngët që kam unë, me këngët hitet e mia. Dhe del një kombinim i mirë kur i këndoj gjitha këto. Qysh do mundi fakti që për shembull akoma këndohen këngët vallë kosovare ose kush të ndoh prej meje edhe... Po, se pranone, vetes nuk ja fali, kam shumë këngë që mi dun. Ndihem shumë krenar për këtë fakt, sepse unë kam menduar që nuk do të lypem për shembull të këngë, po si dihet fatit, edhe muzika ka fat. Diçka që nuk e pret ti, del që ajo të lypet më shumë. A ke menduar ndoshta me bashkëpunëtorët e këtyre hiteve me punu prap? Fatkeqësisht njëri prej tyre nuk punon më, është Maki Mariani, nga Maqedonia, njëri nuk bën më këngë, se di është largu nga komponimet. Kush të ndau prej meje është Artan Kastrati ma ka bërë, edhe Artanin bashkëpunim prap. Po mendoj që tregu ka ndryshu goxha, dhe ne duhet t'i përshtatemi tregu që ka lyp koha. E rëndësishme është që sot ki mbrëmje, ki dasma dhe ki të ardhra të ditës. Punoj me këto këngë, më thonë. Apo e shërë ma shumë tash karierën, apo në atë fazën kur ke qenë super? Në fazën fillestare unë shijoja gjithsesi sepse kisha shumë fansa. Tash kam fansa normalisht, po kam një moshë më të rritur edhe ndryshe e vlerësojnë ato fansa, ndryshe më shohin normalisht jam edhe i martuar. Pikërisht këto deshta me dalë tregom nuk jam i sigurt për dasëm, duke se nuk keni bë. Nuk kemi bë dasëm, ja. Pse? Nuk kemi bë për shkak pandemisë, jo familjarët e Selvijes ishin më thonë pandemia ishte jo dikush u smurë, kështu në ra që mos bëhet një dasëm. Por, është në plan? Jo, se mo kemi bë edhe fëmijë edhe... S'ka vite tash po bojnë dasmat edhe me fëmijë? Se di, nuk është. A ki me qef me pas një kujtim të tillë ndoshta me Selvija? Ne kam me qef, po ta mendojmë se çfarë rasti do e bëjmë. Po që është si mundësi, domethënë. Mu është si mundësi, ekziston, pse jo. Flasim pak edhe për ndjenjën e të bërit baba. Sa muaj u bënën? 8 muaj gjysmë i boni Roeli. Edhe... Roeli është të rritë, mashallah, ma ka ndryshu shumë jetën. Është një fëmijë shumë i urtë. Edhe... në çdo çast, domethënë, ku shkoj unë, çdo çast e mendoj atë. Edhe them o Zot shiqir që ma ke falë këtë dritë, këtë engjëll të vogël. Na ka ndryshuar edhe me Selvën, normal ato raportet. Thehet e monotonia e të ndëjturit vetë, domethënë. Thua me vete si kur ke edhe një shpirt tjetër kur e shoh. Është fëmia, është emocioni pa pa. Është shkunë për dasma e mbrëmje muzikore. Ndoshta ai fillimi mbasi që ka ardhur në jetë djale, a ke ndjej atë mungesën që më qenë pranë Selvës? E kam ndjej shumë mungesën, sidomos në këtë verë. E kam ndjej sepse kisha çdo natë mbrëmje.
Edhe sot që kam mbrëmje, e ndjej mungesën, jam mësuar non-stop me djalin, sepse kur më shef mu qesh dhe njëre dhe Selva gjelozon, o thot si qesh thot ty, pse se më qesh mu? Kujt i ka ngjak kështu fizikisht në aparat? Të dyve na ka ngjak ka pak, është një mix i interesant. Tash planet për një fëmijë të dytë? Njerë pausë. Njerë pausë sepse fëmija do më përkushtim shumë edhe Selva vërtet lodhet me djalin. Njëkohësisht edhe kënaqemi, shëtisim. Edhe kjo është një ndjenje pa parë. Një ndjenje që nuk paguhet me asgjë. E vërtet, po tregon pak për planet muzikore, tash e tut jemi në periudhën e parafestave të fundvitit, që e dim që përgatitjet për xhirimet e vitit ri fillojnë prej tash. Ku kena më Xhirimet më shumë do bëjmë potpuri, kam një plan i potpuri ta bëj me këngëtaren Katerina Gosal, që e kemi në plan. Potpurit s'ndale normalisht, sepse ajo është e jona, është muzikë autoktone, pastaj një këngë tjetër mendoj nxjerr, po të them drejtën, butrin jam shumë kurios se çfarë stili, çfarë zhanri, me këto muzika që po dalin tash, unë nuk është e përshtatem me këto lloj rrymash që po bëhen tash, po se di se ku do gjej veten me çfarë stili. E rëndësishme është që të punu edhe nuk kemi u ndalë. Shpat nëse nuk i diçka tjetër, unë po të falenderoj shumë që ishe sot me neve. Faleminderit edhe ty, Butrin, inshallah shihemi edhe erave tjera. Urime dhe sukses. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, me kaq po e mbyllim me intervistën në studio, ju vazhdoni që ndroni me emisionin Mirazh sepse ka edhe materiale të tjera.